Nisim kështu pjesën e parë për ditën e sotme dhe du flasim për çështjet politike, zhvillimet më të fundit, dihet tashmë që vendi po shkon në zgjedhjet e jashtëzakonshme, siç edhe cekëm qysh në hyrje të këtij emisioni. Sot në orën 15 pritet takimi mes ushtruesës së detyrës së presidentes Albulena Axhiu së bashku me partitë politike për të diskutuar për datën e zgjedhjeve. Realisht janë përmendur dy data, 31 maj dhe 6 qershori, si data të mundshme, si datat më të mundshme realisht që mund të mbahen zgjedhjet, ndërkaq që apritet që opozita të bashkoj forcat për ta rrëzuar apo për të zvogëluar numrin e votave të partisë që kishte fituar edhe zgjedhjet e kaluara. Gjitha këto do t'i diskutojmë në studio. Kemi deputetin e legislaturës së fundit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, zotrin Xhavit Haliti. Zotri Haliti, mirë se erdhe. Mirë. U bën përpjekje të shumta për zgjedhjen e presidentit, takime të shumta mes partive politike, megjithatë asnjë rezultat dhe vendi përfundimisht po shkon në zgjedhje. Zotri Haliti, sërish pas disa muajsh patëm zgjedhjet me 28 dhjetor, na presin tashmë me gjasë në qershor, tjerat, si ke parë gjitha këto? Po tani këto zgjedhjet e shpeshta që kanë ndodhur dhe kanë damtu edhe imigjin e Kosovës, kanë damtu edhe ekonominë e Kosovës, kanë shkaktu inflacion, kanë kriju mosbesueshmëri tek politikanët e Kosovës dhe të partitë politike nga elektorati, dhe si përfundim, edhe pse ndodhen shumë akrobacione politike, dëshira të ndryshme, meskine do t'i quja, dhe veprime herë të pranueshme, po herë edhe të papranueshme, të cilat e sollën këtë situatë që jemi. Kosova nuk arriti ta zgjedhë presidentin e vet, dhe tani duhet shkojmë në zgjedhje të reja. Po aq sa mund të them që fajtorët janë deputet, pa përjashtim. Fajtori kryesor është, kuptohet, ai më i fuqishmi që e ka pasur në dorë të ndryshoj gjendjen, zoti Kurti. Por fajtore është në një farë mënyrë më shumë Kushtetuta e Kosovës, respektivisht vendimet e gjykatës kushtetuese, të cilat pa miratimin e kuvendit, do të thoja, sepse dhe pa mandamentimin e kuvendit, kanë kriju përshtypjen që Kushtetuta është ajo që po interpretohet e ndryshuar. Pra, unë mendoj që Kushtetuta është shkruar bardhë dhe zi, nuk kushtëzon kurrë, ka 3 votime e saja, të cilat, sikur t'ishte marrë parasysh se çfarë thuhet në Kushtetutë, me siguri që kishim me pas president. Vendimet, po përsëris edhe një herë, kanë kriju një situatë tjetër. Prandaj mendoj që duhet me urgjencë dhe me pajtueshmëri të duhur me ndryshu, me mandamentu Kushtetutën për këtë çështje, mos me lënë vetëm një kandidat me përvu, por me pas mundësi 3-4 kandidatura, 5 kandidatura, sa do që të ketë, me pas 3 ronde të votimit në qoftë se nuk i fiton, vjen radha e tjetrit, dhe këto radhë jenë me shërt të përcaktuara. Po them diçka që nuk është e lehtë me kalu, por domosdoshmërisht për mos me i kriju vetes luksin ata që dëshojnë me kriju kështu, me dhënë mundësinë që Kosova mos me met pa president. Zoti Haliti, për te Kushtetutës, a do duhet të ndryshonin paksa edhe partitë politike? Sepse janë pikrisht të njëjtat cilat e sollën një ngërç edhe vitin që lan pas me konstituimin, me formimin e qeverisë, e më pas të njëjtat
nuk arritën të bëni një kompromis të vetëm, madje edhe për një figurë konsensuale për çështjen e presidentit. Shko, kompromisi i takon vetëvendosjes. Oferta duhet jetë e vetëvendosjes. Dhe koalicioni duhet të zgjidhet nga vetëvendosje dhe një parti ose dy parti tjera, është në rëndësi, në këtë rast. Menoj që Albini nuk ka dhënë ofertë të pranueshme për partit politike që janë në opozitë. Qoftë për të hyrë në koalicion qeverisës, në kohën para zgjedhjes së qeverisë, qoftë tek zgjedhja e presidentit. Logjika e asaj që thuhet kur janë ndata dy vëllezërit, po ndahemi vëlla, po livadhin e madh për marrone, kjo nuk shkan. Duhet me i pa interesat e secilit dhe kuptohet duhet me lëshu diçka kur do në koalicion. Megjithatë, a nuk ishte kërkesë e pikërisht e Partisë Demokratike që kandidatët të vinë nga PDK-ja dhe t'jenë më pas të votohen nga lëvizja vetëvendosje. Ne kemi diskutuar shumë për ofertat që bëri Kurti para pak javësh, po ndalemi te kjo e fundit sepse kjo ishte mundësia ideale ndoshta për të arritur edhe për të zgjedhur çështja e presidentit. Pra, Kurti tha se partitë opozitare mund të propozojnë 3 emra konsensual dhe më pas të njëjtit do të votoheshin nga ai. Pse PDK-ja pati një qëndrim, ndoshta të themi, refuzues duke mos e konsideruar fare këtë? Tani, na mund të diskutojmë variantet të ndryshme, për mënyra se si ka kërku Albini që këto figura të Partisë Demokratike t'i vlerëson të ajë dhe jo partia, është problematike, sepse ajë se ka ditë ose asot se din se kënd e ka pas nërmen me dërgu Partia Demokratike. Njëjtën, do thëja, pozicion të papranueshëm për vetëvendosjen, si që kanë deklaruar ata, ka majtë edhe Partia Demokratike e Kosovës, i është thonë, na garantohet që na jap votat, ne i sillim kandidat. Emnat i sillim kur të marrim garanci dhe të A e bëri këtë Kurti ditën e fundit apo jo? Apo a e bëri këtë Kurti ditën e fundit? Sepse ai tha, le të propozoj opozita 3 emra. Ditën e fundit, para se të hyjnë votime, por partit nuk veprun. As Partia Demokratike, as Lidhja Demokratike. A ndjeni në përgjithësi për këtë? Sepse po flasim për kandidat konsensual. Më pas erdhi një kandidate nga lëvizja vetëvendosje, për cilën Partia Demokratike e Kosovës, deputetët e saj kishin pas komplimente edhe gjatë të kaluarës, vlerësime të dura dhe e njëjta nuk u votua, madje u kërkua që të tërhiqej. Në anën tjetër PDK-ja nuk propozonte kandidat të ri, takimet me lëvizjen vetëvendosje për çështjen e presidentit i kishte deklaruar të mbyllura qysh para një javësh. A ndjeni sa do pak në faj për tërë situatën e krijuar? Jo, nuk po them me faj, po pengesë kanë qenë gjithë. Fajtor këtu nuk ka të pafajshëm. Varet çfarë peshe ose gramatura e çfarë fajësie i takon vetëvendosjes, çfarë i takon PDK-s dhe çfarë LDK-s në këtë rast. Por duhet ta potencoj edhe një çështje tjetër që e kam thënë shkarazi, por na kemi ndërmarrë veprime këto 4-5 vjet së ditë çuditshme, duke vepruar në variantin që të përjashtohet lista sërbska nga votimi, ose të mos i krijohet mundësia me dhonë dhe ajo mendimin e vetë. Sikur të kishin qenë edhe ata në salë me votu, edhe 5 deputet tjerë kishin mujt me bo presidentin. Tani, ne mund të themi që pse po folë kështu, sepse ata janë
organizatorët njënës ose tjetërit veprim anti-Kosovë, por mendoj që ata janë deputet kuatet kushtetutës Kosovës. Për asë njëra parti nuk është e gatshme të bashkëpunojnë. Në kalumen, asë njëherë, deputetet sërbë nuk kanë dalë nga salla, kanë votu për presidentin, ose kanë votu për ose kundra, që është e tyne. Por duhet me llogaritë që Kuvendi i Kosovës ka 120 deputet, por mbi gjitha, kur jemi kështu në pozicion të cilin e kemi kriju vetë, përgjegjësia është decisive e deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe e gjykatës kushtetuese, që ka kriju një problem nga i cili duhet të dilet përmes bisedimeve dhe trajtimit të kësaj çështje, ndoshta edhe në Venecia, në klubin e Venecias, për shkak se kërkon interpretim, ose kërkon që situata të mos agravojnë në këtë pozicion në cilin jemi, kur ne mundemi ta blokojmë zgjedhjen e presidentit dhe blokimi i zgjedhjes presidentit na çon në zgjedhje tjera. Pra na nuk duhet me shku në zgjedhje të reja, na duhet me përvu një variant tjetër, siç për shembull Shqipëria ka, mund të jenë 4-5 kandidatura, s'prish fund, plotësohet kushtet qysh e paraqet kandidaturën, hyn kuvend 3 herë dështon. Po çka nëse asnjëra kandidaturë sërish nuk i ka votat e nevojshme, zotëri Aliti? Si? Çka nëse edhe nëse do të bëhej në atë mënyrë, sërish asnjëra nga kandidaturat nuk i ka? Jo, kandidaturat duhet të hiqet kushti, që me çdo kusht me qenë 80 deputet në sallë kur votohet herën e tretë. Më thonë, nuk janë 80 vetë në sallë, konsiderohet që është kry votimi i parë, kalojmë votimin e dytë. Votojmë, në qoftë se janë 61 deputet në sallë. Ajo është kvorumi i deputetëve në sallë, edhe kjo do të duhet me u konsideru e kryme, dhe pastaj shkojmë në 61-shin. Në qoftë se edhe në 61-shin nuk zgjidhet, ai që është kandidat, edhe ai shkon të shtëpia, vjen kandidatura tjetër. Po them, na duhet me kriju hapësinë vetës që mos me bloku vetveten. Na kemi bloku vetveten përmes kushtetutës. Zotëri Aliti, a janë... Ose interpretimit të kushtetutës. A janë kaq të mëdha dallimet mes partive politike, apo kemi të bëjmë shumë me inate, po them, politike mes njëra tjetrës? Sepse e përmendet edhe ju, se edhe lista sërbe ka qëndruar çdo herë në sallë, megjithatë është duket sikur po jetë më e vështirë që deputetët shqiptarë të merren vesh sa ka qenë dikur më e vështirë që të merreshin vesh ndoshta edhe me listën serbe. Tani na jemi mas pari duhet me pas parasysh edhe qytetarët edhe të gjithë neve që opozita nuk ka detyrim ndaj pozitës asnjëherë. Nuk ka detyrim me ndëgju pozitën. Ka detyrim ndonjëherë i bashkon mendimi kur janë interesat e mëdha të qytetarëve, kur ka fatkeqësi, kur ka... Nësa, krejt kohën, kur je opozit, ti je kundërshtari pozitës. Dhe normalisht, ne akoma si jemi mësu sa duhet me këtë pozicion, sepse me njëherë ngritemi dhe jo janë interesat e Kosovës e u pishkeni. Lufta është për pushtet në vende demokratike, opozita ka pozicionin e vetë kundër pozitës, pozita e arsyetën... Por jemi, zotëri Aliti, jemi në një situatë krejtësisht ndryshe. Jemi duke përsëritur zgjedhjet për të 5. herë në 16 muajt e fundit. Dhe ka rrezik që ndoshta të përsëriten prapë. Sepse kështu optimist nuk ishte as kryeministri Kurti se ndoshta për formimin e qeverisë dhe për konstituimin e kuvendit sa edhe do të mund të kalohet. Mirë po kur vjen çështja tek presidenti, sërish nuk mund të garantojmë se një palë zgjedhje të reja nuk do të përsëriten dhe sa është më pas
e shëndeshme për vetë popullin, dalja në këto zgjedhjet e një pas njëshme, koste madhe që kanë zgjedhjet, marrëveshjet ndërkombëtare të cilat mbesin pezull. Shto këto dhe krizën geopolitike në fakt. Pikrisht. Mas pari du të them që presidenti është një figurë honorifike që nuk do duhej me pas blokad Kosova pse nuk është zgjedhur presidenti. Sepse qeveria, na themi që jemi republikë parlamentare, po në fakt, ne kemi republikë qeveritare, se qeveria imponon edhe vendimet në parlament, veçanërisht tani, edhe në kalumen, ato që përpunohen, qoftë ligjet, qoftë vendimet, qoftë në nënshkrimi marrëveshjeve të ndryshme në fushën e ekonomisë, kalojnë përmes qeverisë, dhe qeveria gjithmonë ka shumicën në parlament. Kështu që pozita e presidentit është e tillë që mund të funksionojë edhe me zëvendësues, ndoshta të duhej me pas edhe zëvendës president Kosova, apo s'e di. Sa me qenë se këtu në rajon nuk ka askush ka zëvendës president. Ndoshta do të duhej më mirë me u zgjedh nga populli presidenti dhe pastaj të jetë republikë gjysmë presidenciale. Por ne në bazë të kushtetutës që kemi dhe kompetencave që ka presidenti i Kosovës, ai nuk është në një figurë që mundet me vendosë diçka. Përveç se me prish punë. Me prish punë qeverisë. Nëse nuk ka një pozitë shumë e rëndësishme, zotëria Liti, pse atëherë nuk e morët pozitën e kryetarit të kuvendit, ashtu siç ju ofrua, dhe t'ia lënit pozitën e presidentit lëvizjes vetëvendosje? Shiko, tash jemi sinqert, pozita e kryetarit të kuvendit, në kushtet ku në kryesi të kuvendit, ku merren vendimet, i ke dytë vetëvendosjes, i ke edhe të koalicionit, i ke edhe dy tjera, një sa është, edhe ti s'munësh me menaxhu. Edhe çdo vendim i kryetarit kuvendit nuk është vendim valid, do të thoja për kuvendin, sepse nëse duhet diçka me nxjerr në kuvend dhe nuk kalon në kryesi, atëherë votohet në kuvend. Nëse votohet në kuvend, tani herët humb, sepse votat janë te ana e pozitës, e qeverisë. Por presidenti është diçka krejt tjetër, sepse po them, prapë po kthehen te notarizimi ose tek ajo miratimi ose dekretimi i vendimeve dhe i ligjeve, që është puna kryesore e tij, edhe disa marrëdhënie me jashtë. Presidentet në Kosovë, ose veçanërisht presidenti e fundit, është përpjek në variantin e vet dhe e ka humb mbështetjen me veprimet e veta, ka humb mbështetjen e Albinit, dhe kjo ka ndikuar pastaj që mos me u zgjedh presidenti, sepse këty sikur të kishin raportet që i kanë pas më herët, me siguri që do të propozoj, por ndoshta nuk do të zgjidhej. Do të ishte prapë presidente. Me gjas jo, sepse në rast se do të kishin sërish marrëdhënie të mira, nuk do të ishin votat për Vjosa Osmanin. Pas prishjes raporteve, pastaj erdhen, po themi, mbështetja nga LDK-ja. Megjithatë, para se dalim ndoshta... Zonja Osmani ka lujt mirë, nuk ka lujt veç me LDK-n, nuk ka pas, po mendoj që ka pas një mbështetje solide për pjesën tjetër të votave që është dashur me dhënë partitë tjera. Ka mundur të ketë mbështetje edhe nga LDK-ja? Kanë qenë edhe 14 vota. Po shiko, unë nuk mund të them, por PDK-ja ka mujt me nejtë në salë, ose ke mujt me nejtë në salë një 10 deputet. A jeshtë thënë kjo, zonjës Osmani? Tash jo, po atëherë po them. Jeshtë thënë atëherë? Sikur të kishte votat e vetë vendosjes. Sepse disa herë kishte deklaruar se unë i kisha votat, por nuk më propozuan. Megjithatë, zonja Osmani kishte deklaruar disa herë që unë i kam pasur votat, megjithatë nuk më kanë propozuar. Ka pas një
4 ose 5 vota në LDK nuk i ka pas. Nuk i ka pas vetat, por kanë mujtë ata me bisedu me ata. Po, me gjithatë... Dhe edhe unë po besoj që ka mujtë me negociu edhe me PDK-n, që me hynë salë disa nga deputetet PDK-s ose krejt grupi parlamentar. Me gjithatë që t'jemi të sinqertë, PDK-ja vazhdimisht i kishte akuzuar zonjën Osmani se po i shërben Kurtit. Dhe si mundet pastaj që të qëndrojnë në salë, që të zgjedhet president dikush që i shërben Kurtit, dhe pse nuk qëndroni në salë që të zgjedhet një president konsensual si që ishte Feri Derushiti? Shikon, politik nuk ka i natë. Duket sikur ka. Veçanërisht ndaj opozitës për qëndrimet e saj nuk ka nevojë me majtë i natë, se sot gjithçka është mundet të ndryshuar brenda natë. Sot e konsideron shërbëtorë, që në fakt, nuk mundesh me qenë president duke proklamu politika antiqeveritare, antikryminist. Ti mundesh me pësu një izolim qëfare u përpoj që Albini me ja bërë, presidentës për mujtë me ashtu me vepru. Dhe presidentja në fakt ja bën e izoloj ministrën e jashtme të Kosovës që të mos merë pjesë në evenimente të rëndësishme ose të parëndësishme, së është me rëndësi pse ka shku e ku ka shku, por e mori qantën dhe merë të pjesë në gjitha, edhe në për konferencat të ndryshme, edhe në për ngjarje të ndryshme, edhe në takimet të ndryshme. Pse? Tani ajo ndan nga ajo lëvizja guxo. Nda sepse kushtetuta e ka detyruar nda sepse nuk ka mujt me qëndru edhe kryetare e partisë edhe presidente. Mirë po këta në një moment e zgjodhen kryetarin e ri vetin. Dhe për shkak përplasjeve, po them, realiti njëjtë si që ka bërë edhe PDK-ja, kërë zgjedhur Hashimtashi president, Kadri Veseli është... Ta përfundoj. Nashta më shumë mes Donikës edhe presidentës dhe kryeministit këtë rast, u kriju kjo ftohja, ftohja fillon deklaratat të cilat ishin të pëlqyeshme, që është e vërteta për perëndimorët, në SBA ka folë në për vendet të Bashkimit Evropian, por mendoj që nuk i ka pas të pjekuna mendimet, i ka pas të kundërta me qëndrimet e qeverisë. E qartë. Zotë Realiti, në anën tjetër për Vjosa Osmanin edhe kemi diskutuar e stërdiskutuar mbi atë se çfarë ndodhi me fatin e saj. Mirë po, të ndalemi tek zonja Rushiti edhe një herë tjetër. Ajo ishte një kandidat konsensual, ashtu u cilësua, madje ishte apartijake, nuk kishte dhënë sinjale se favorizon ndonjërin prej partive, me gjitha partit në të njëjtën kohë kishte pasur raporte të mira. Pse ishte kaq e vështirë që ndoshta të konsiderohej kandidatura e zonjës Rushiti, por u refuzua me njëherë, madje pikërisht nga deputet të Partisë Demokratike të Kosovës, edhe u bë thirrje që të tërhiqej. Mas pari unë mendoj që s'duhet me pas presidenta politik në Kosovë. Kjo ka qenë kërkesë e partive politike? Jo, s'ka qenë. Apolitik, jo. Ka qenë figurë unifikuese, po jo apolitik. Dhe është gjithçka politik. Është gjithçka politik. Nuk është se edhe ajo zonja Rushiti prapë ka qenë e detyruar që të zbatoj politikat e vetëvendosjes, edhe duke u bërë presidente e Kosovës. Ose vetëvendosja e kishte izoluar, kishte majtë izoluar, derisa e kishte futur në ndonjë gabim që do të konsiderojë shkelje kushtetutës. Pra, ajo është një grua fuqishme, është udhëheqëse e shoqërisë civile, dhe ndoshta ka qenë e përshtatshme për të qenë kryetare e Kosovës, por opozita nuk e ka pëlqyer. Nuk e pëlqeu sepse u propozua nga Kurti, apo nuk e pëlqeu atë mbledhjen e famshme që ka qenë edhe në kuvend, unë i kam pa dhe deputetë e PDK-s që janë përshëndetje, kanë mirëpritje, po merr pjesë në takim.
Mirë, po për presidente se ka në mbështet. E qartë, nuk e mbështetet për presidente për shkak që u propozua nga lëvizjave të vendosje, apo për shkak që është apolitike, ashtu si që po thoni ju? Shka, vendimi për presidentit merret i përbashkët. E qartë. Nuk mundesh, unë se kisha votu, askush nuk e voton dikend që kur është kërkesa për një vendim të unifiku, e propozon ti për me aqit thysë opozitës, me thonë që qyre këta shpedojnë. A e ka ditë që nga s'morin pjesë në seancë, dhe duke e ditë që nuk morin pjesë në seancë, i ka propozu edhe Hatigjen që ka qenë kolege jona, që ka qenë PDK, një kohë, është në VV, por edhe kjo zonja Feride, sato që mund të ketë autoritet në fushën e vetë, në Kosovë, edhe të Partia Demokratike, edhe të tjerat, nuk ka qenë personi i cili është diskutu në një takim përbashkë. Po Kurti ka akuzuar opozitën, madje edhe Partinë Demokratike të Kosovës, duke thënë se asnjëherë nuk përmendën një emër, nuk propozuan. Dhe isha i vetëmi unë që propozoj emra. Unë po i referon deklaratat të tij. Fajtorin këtë rast është jetim. Është jetim, s'ka fajtor. Edhe ne po themi që Albini o dosht me na thënë cili është kandidati ju, dhe cili është kandidati rezervë, që duhet mos me votu. Po ju thatë ti propozoni 3. Ne e patëm rastin kur u votu zonja Rushiti, dhe u votu me 63 vota, me sa... Po, 63 kështë. Dhe zonja Hoxha me asnjë votë. Tani, unë nuk e besoj që pa komand të Albinit, ka ndodhë kjo mënyrë votimi, duke pas parasysh që nuk i ka të edhe vetë në salë, dhe dolje dhe tha që zonja Rushiti ka fitu votat dhe është parimisht kjo është presidentja e Kosovës, se i ka fitu 63 vota. Ta pati për krajin e deputetëve, që realisht me vota dhe kishte. Sa herë, këndo që ta kishit Albini, për kandidati kishë fitu 63 vota në qatë përbërje të kuvend të deputet. E qartë, po. Sepse është normale, është marrëveshje mrenshme në parti, që kandidatin... Një kandidat votohet. A, duhet me votu të gjithë, kandidati B na ka ndihmu sepse është prezent, për me te i kalu që atë problemin, atë kushtetuta dhe regullat që janë për me qenë 2 kandidate më shumë, dhe ajo ka ndodhë. Po. Zotri Aliti, duat këthejmë edhe njëherë tek çështja kur thatë se ne nuk i kemi propozuar 3 emra, për shkak se nuk kemi dashur që Kurti t'i vlerësonte ata. Në rast se PDK-ja i konsideron 3 emra që janë të përshtatshëm për qenë president të vendit, pse atëherë është problematike që secili prej tyre mund të jetë? Edhe nëse nuk vendos për të parin, mund të vendos për të dytin apo për të tretin. Që po ta... Që ta sqarojmë sepse... Në qoftë se ne i propozojmë 3 kandidat, i 4 i kish me qenë i VV-s. Edhe VV-ja na i kish plotësu ato numrin e që duhej me pas të nënshkrimeve për ta propozuar, po. Sepse parlamenti ka 120 deputet. Dhe kishim hyrë në votim. Jo, këtë nuk e tha dje, patëm zotrin Dugolli, ai nuk tha se ne do ta kishim një kandidat tonin. Tha 3 kandidatura të jenë të opozitës. Unë mati jam... Unë e kam qartë, me gjithatë po i referohemi deklaratave... Pra, po thoni se tentoj të fuste në një lojë. Zotin Dugolli nuk e di, po më po them që ka mujt me bo. Dhe ndoshta nuk do ta bënte. Gjithmonë, të gjitha propozimet kalon mundësi. Hajde në ju se unë po jo jep, ka bon fillim, po jo jep, edhe po jo shtoj ato votat që si keni, edhe po him garë,
kandidatin tonë dhe kandidatin... Nuk e di nëse do të ishin në shkrimet më pas të mjaftueshme për 4 kandidat. Edhe me të... sepse janë... Mund të i dërgante vetëvendosja dhe një opozita bashkë. Pra i bie që në gjitha format nuk qëndron ajo që... Kishë mujtë mos mi pas 4, po 3. Po 3 të cilit do i propozon të opozita. Po ka mujtë 2 mi pas opozita, për shemë. Zotri Haliti, me qenë se diskutuam për atë se çfarë do mund të ndodhte, megjithatë nuk ndodhi asnjëra nga ato sepse jemi në një palë zgjedhje të jashtëzakonshme në 16 muaj për të 5 herë detyrohemi të shkojmë në kutitë e votimit. Prisni sepse realisht herën e kaluar për shkak të ngërçit politik faturën e paguajti opozita. Druani se e njëjta do të ndodh edhe këtë herë, pyes kështu sepse nëse i referohemi deklaratave të Kurtit dhe atë se çfarë ai thot në opinionin publik, i bie se është ndërtuar një narrativ që Kurti ka ofruar mundësi për qeveri, për në parlament, mundësi për të propozuar dhe në anën tjetër opozita ka pasur qëndrimet e saj deri diku sipas Kurtit bllokuese dhe mbi gjitha këto të cilat sapo i ceka, konsideroni se edhe mund sërish të paguani faturën edhe në këto zgjedhje. Mas pari tani ka fillu kjo gara kush është fajtor, që nuk u zgjedh presidenti ose kush është fajtor që s'u bë koalicioni. Partit në përgjithësi duan o tërë pushtetin o duan një pjesë të pushtetit. Dhe unë nuk e di që ka bo ofertë të pranueshme Albini për një pjesë të pushtetit cilës do parti. E bëri për LDK-n. Përveç tash që i tha LDK-s, në variantin e vetë, ose edhe neve, hajde merr në kryetarën e kuvendit. Nëse mos i përsëritim ato. E ardhmja do të varet shumë nga angazhimi i partive. Na kemi tash kur shpallën 45 ditë. Sot duket e ka atë mbledhjen zonja Agjiu, me partit politike. Varet me siguri që do t'jetë data 7 qershor e zgjedhjeve të përgjithshme, dhe këto 45 ditë varet shumë se çfarë mobilizimi do të kenë partitë politike, çfarë koalicionesh do të ndërtojnë, a do të bëhet një front i përbashkët kundër vetëvendosjes, a do të shkojnë në një parti, si dihet, në një parti tjetër do t'i bashkohen gjitët vetëvendosjes. Janë shumë të panjohura me cilat ne do të ecim, por ajo që mund të them, unë do të jetë një garë e fortë. A mund të jetë kjo pikërisht për shkak se në muajin që vijnë po shpresojmë shumë që vendimi i gjykatës atje në Hag për ishkrerët të jetë në favor të ishkrerëve, dhe a mund të llogarisë Partia Demokratike më pas në kthimin e tyre në Kosovë, ndoshta edhe në rritjen e saj? Ne po presim kthimin e tyre, unë po shpresoj që nëse në maj, siç është siç është vendimi, shpallet aktgjykimi dhe besoj që aktgjykimi do të jetë lirues dhe nuk shtyhet për 2 muaj, sepse gjykata ka drejt ta shtyjë për 2 muaj me një arsyetim që do ta bëjë në maj. Atëherë është një fitore shumë më e madhe dhe shumë më e sigurt e Partisë Demokratike. Kuptohet, sepse do të ketë një mas pari do të ketë një gëzim dhe një motiv shtesë. Pikërisht, lëmo anash atë, ka llogaritur pra PDK-ja në... Edhe për antarët e Partisë Demokratike dhe ata antarët e fjetur, do t'i quja, që nuk kanë pas vullnet me qenë fuqishëm në angazhimet e tyne për shkak edhe të situatës që ka qenë me Hashimin edhe Kadrin edhe të tjerë, por ajo nuk... Pra, Partia Demokratike e Kosovës llogarit edhe në atë se rikthimi i shkrerëve të UÇK-s do e rris atë në këtë garë. Ne duhet të jemi të angazhuar maksimalisht për të fituar zgjedhjen. Po them, ardha atyre është edhe ndihmë, edhe gëzim. Por ne duhet t'i bëjmë planet tona
për me fitu zgjedhje. A do t'jetë më vështirë kësaj here me Vjosa Osmanin, sepse duket se e njëjta ende nuk ka zyrtarizuar nëse do t'jetë brenda LDK-s, do t'jetë me një listë të posaçme në LDK, apo do t'ketë një listë tjetër. Megjithatë kemi parë se po bën një fushat. Qysh nga shpërndarja kuvendit, ka pas video të saj të një pas njëshme mbi atë se çfarë ka bërë dhe çfarë do të bëj më tutje. Konsideron se rikthimi i Vjosa Osmanit më pas do të jetë problem për mënyrën se si zhvillohet gara, meqense një pjesë e votuesve edhe mund të konsiderojnë votat për të, apo konsideroni se elektorati i Partisë Demokratike të Kosovës është i vendosur, nuk është fort i luhatshëm dhe kësaj jeni më të qetë? Zonja Osmani arriti ta përçaj LDK-n për shkak të prezantimit të saj si viktim e LDK-s. Dhe u fut me vëvët, bone një parti vogël, dhe fati i saj ishte që Albini nuk ishte drejt që të kandidoj për deputet, edhe pse ishte në listë, votat e tij nuk llogariten, atëherë u fut në radhë ishte Zonja Osmani, e cila i mori votat e VV-s, dhe pak ato që u ndanë nga LDK-ja për Zonjën Osmani. Kështu që tani, është vështirë me menu që Zonja Osmani ato 500.000 votat për afërsisht sa i ka marrë atëherë, se jam i sigurt tamam sa vota i ka marrë, por e kom dëgju Albinin të thonë 500.000 vota i ka Vjosa. Ato 500.000 vota po besoj që nuk i ka. Ose si ka, unë po besoj që me rolin e saj të ri tash, të riviktimizimit, mund të fitoj sa për të hyrë me partit vetë. Mund të hynë në parlament. Me LDK-n, pra dhe vetme mund ta ka përcej pragun, thani? Po them. Sepse thënë drejtën 5% nuk është pak. Me qoftë, jo, s'është pak. Partit mirë të konstruktuara nuk po arrin ta kalojnë. Ajo është e angazhuar shumë dhe ka fillu shumë më herët fushatën, ka fillu shumë më herët takimet konfidenciale me personalitetet dhe të partive tjera, ka fillu shumë më herët identifikimin e njerëzve autoritativë dhe jashtë Kosovë dhe brenda Kosovës, dhe unë nuk e di sa ka arrit, nuk mund të them. Sepse nuk kam asë në një sondazh. Megjithatë rikthimi i saj në LDK, a rrezikon PDK-n në rast se kthehet në LDK? Si a rrezikon PDK? E kam fjalën sepse ne në bazë të analizave që i japin politologët, ata që përcjellin më vëmendje gjitha këto ngjarje, kanë thënë se dallimi në këto zgjedhje mund të ndryshojë, mirë por renditja mund të jetë disi ku Lëvizja Vetëvendosje do të jetë sërish e para, me numër më të vogël ose më të madh të përqindjes, ndërkaq për vendin e dytë, PDK-ja dhe LDK-ja do të zhvillojnë një garë mes vete, se kush do të jetë në rast se Osmani kthehet në LDK. Dhe kësaj është shtrej pyetjen, a ndjeni të rrezikuar? Apo edhe ju llogaritni tek krerët dhe ne llogarisim për medalë të parë dhe hymë garë për medalë të parë. Kjo është ideja. Nuk hymë garë për medalë dytë, as tretë. Kështu që cili do të jetë rezultati varet nga elektorati si voton. Por gara jonë nuk duhet me hi, as duhet me mendu jo një kandidat, po as një antari PDK-s që ne duhet me dalë dytë. A është e lehtë pra të dilet? Po. A është e lehtë të dilet i pari në... është e lehtë? Sepse realisht kemi një parti e cila para Kur ka një dallim kaq të madh mes të parit dhe të dytës. Dhe zgjedhjet janë Dorentina 8 ofër pas 4 muajsh. Sepse unë nuk e di sa kemi me mujt me e mobilizu elektoratin e Partisë Demokratike, duke përfshi këtu edhe diasporën. Sepse është përcaktuese e madhe vota e diasporës, dhe duhet me punu me ta shumë, dhe duhet me gjetë kanalet për me i bindë për situatën që e kemi. Realisht, unë nuk jam prej atyne që e kritikoj diasporën pse ka votu Albinin, sepse është çështje e tyne. Ata kanë meritat e veta shumë të mëdha sa i përket fitores së lirisë, por
duhet me punu me ta, duhet me shku, me diskutu me ta, me u shpërnda në gjithë Evropën edhe në Amerikë nëse mujmë. Jo veç një njerë ose dy veta, por po them frontalisht me punu, me u shku gjithëve të shtëpia. Edhe këtu në Kosovë, tani sa arrim dhe si janë të organizu në partit tjera, për marrë, edhe vetë vendosjen, po edhe LDK-n, cili është ndikimi, ka hum ndikimi vetë vendosjes, apo s'ka hum ndikimi vetë vendosjes, do të varet shumë tash nga fushata, sepse gjithë do të flasim kundër njëri tjetrit. E qartë, si Askush do të thotë lumt na për vetë vendosjen nga PDK-ja, ashtu siç nuk do të thojnë as ata për neve, ata do të na shohin, do të megjithatë shpresojmë të mos shpërsohet ata Facebookat e famshëm që na. Po, zotëria Aliti e përmende bashkimin, po themi, të opozitës. Ka pasur zëra ditëve të fundit se nisma edhe mund të shkrihet në PDK në këto zgjedhje. Cilat janë gjasat për këtë? Dhe sa e mirë pritur është realisht nga PDK-ja një gjë e tillë? Unë ashtu kam lexuar dhonë që ka bisedu dikush ose mund të vi nisma në PDK, ka pas janë që 3 pas zgjedhje realisht që nisma është afru për të hyrë në koalicion, nuk është pranun nga kryesia partisë, dhe tani, nëse se ka një qëndrim të tillë, duhet ta kalojmë në Këshill Drejtues, edhe të vendosim për atë çështje. Megjithatë, ju si e konsideroni, a besoni se do të ishte mirë? Sepse në një farë mënyrë i bie... Mendoj që sa ma shumë figura që thitin elektorat për emnat e tyne, për njerëz që i rrethojnë, aq më shumë do të ketë fitore. Apo fiton PDK-ja me ardhen e Limajt ose me bashkim edhe me në një parti tjetër, se s'po them unë që duhet... është përmendur edhe AK-ja deri diku, që të bëhet bashk, po themi, kraju i luftës. Si? Është përmendur edhe AK-ja. Po, cilat janë gjasat për këtë? Sepse kur është përmendur është thënë që të bëhen bashk sa kanë kraju i met luftës. kraj i luftës tash këtu partit tona, po janë formu si kraj i luftës, tani është reformu, mendoj që ka ma shumë në organet e Partisë Demokratike, asi që janë konë beba kur u konë lufta. Tani po. Po dhe, edhe, po them, figurativisht në qoftë se kërkohet reform me mosha dhe me njerëz, po them, është bërë një farë reforme, është bërë një farë premje në për partit politike, edhe të nisma nuk janë krejt, edhe të AK-ja ka figura mjaft që janë konë nuk që ka. Por me gjitha të është ideologjia, sepse edhe pas disa vitesh sigurisht nuk do t'jenë të njëjti, do t'vinë të ri gjithmonë. Njerëz të UÇK-s edhe në LDK, kështu që UÇK-ja, si ta quajmë organizat ose si ushtri, strukturat e saj janë të shpërndarë në tana partit në Kosovë. Nuk e ka veç një parti njerëz të UÇK-s. E qartë, po me gjitha të po flasim për një bashkim ku të gjitha kanë, po themi, nga pak dhe pastaj që të bëhen bashk në këto zgjedhje, ku të konsiderohet... Bashkimi bën fuqi. Bashkimi bën fuqin. Tani, bashkimet bëhen me programe. Bëhen me analizë, bëhen edhe me regula. Në qoftë se bashkohemi sa për t'i fut në listat e sigurta disa njerëz, atëherë është diçka krejt tjetër, po bashkimi me programe dhe beteja për me realizu programin, cili është, pika e parë është që opozita me ja pamundësu vetë vendosës që tjetë e para, edhe me marë pushtetit. Kjo është bashkimi opozitës. Nuk është bashkimi opozitës
me zjedh dikon që s'ka arrit me u bo deputet, me bo deputet. E qartë. Ai s'është në farë fitoria, është një zgjidhje. Dhe si Me gjë gjithatë tilla mund të mund rritet ndodhë. numri deputetëve brenda. Po, thash si gjë e tilla mund ndodhë. A mund të shohim në një përbërje të re në këto zgjedhje opozitën bashkë kundër Kurtit, kundër lëvizjes dhe vendosje, cilat janë gjasa duke parë klimën politike, sepse duket se edhe opozita nuk jeni fort të Deri tani përbashkuar. opozita ka qenë e ndame. E ndarë, po. E ndame ka qenë opozita. Nuk ka qenë dakord me bo një kandidat për kryeministër, nuk i kanë bashku listat dhe programin. Por një gjë keni gjitha të përbashkët. Doni që ta dërgoni lëvizjen vendosje në opozitë. Shiko, tani, po them për të kaluar. Opozita ka desht me rëzu vetëvendosjen, por kanë qenë 3 kandidat të opozitës për kryeministra, 4. 4 kandidat kanë qenë për kryeministër të opozitës dhe 1 i pozitës. Tani, unë po them që ose bëhet program, që ose bëhet fushat, që ose bëhet një listë e cila është e mbështetur në popull, edhe në elektorat, atëherë mund të ndryshoj. Mund të ndryshoj. Në qoftë se, po them, prapë e përsëris, e fusim diken në listë, ose dikush shkon në një listë, dikon për të zgjedh kryetarin një partije, ose për të zgjedh 2 vetë deputet, nuk është naj zgjedhje, ose naj ide e cila i krijon hapësirë opozitës e sotme për të qeverisë me Kosovën dhe për ta marrë pushtetin. Haliti, një pyetje krejt të fundit dhe po e përmbyllim këtë diskutim. E përmendëm shumë shkurt në fillim. E thash edhe ne këtu sa diskutuam që Kurti është shprehur pak optimist se këto zgjedhje do ta bëjnë zgjidhjen dhe zgjedhjet kur vjen çështja e presidentit do të kemi sërish zgjedhje të reja. A besoni që me këto zgjedhje realisht do të ndryshojnë gjërat dhe a evitohen zgjedhjet për të paktën vitet e ardhshme? Me gjendjen aktuale që është, nuk ndryshoj. Prap ka rrezik me shku në zgjedhje të reja. Në një palë zgjedhje. Të një pas njëshme. Si që është edhe kjo. Dhe kjo është e dëmshme. Që se ndryshon, po them, varianti i fushatës dhe i bashkimit, atëherë është diçka tjetër. Por me gjithatë të presidenti prap mund të ngecë. Po e lëmë, sepse po i dëgjoj që Albini ka me i fitu apet këto zgjedhje. Shko, prap po them, janë 120 deputet. Duhet me pas qasje dhe me pas bashkëpunim me gjithë. Një votë është e rëndësishme shumë për zgjedhjen e presidentit. Dhe se cila votë duhet me qenë e kalkulume. Nuk mund është se, shikon, tani... Pra, po thani edhe ato të listës serbe duhet të kalkulohen, sepse realisht e vetmja parti e cila... 120 deputet janë që votojnë. E kam të qartë, me gjitha partitë e keni eliminuar listën serbe në kalkulimet e juaja për... Çfarë do që keni një? Deri diku këtë herë për jashtu Neve kemi adhaka, rënë ja. në një pozicion antikushtetues, që është e vërteta, në Pikërisht. këtë rast, por gjithmonë, po them, është hera e parë që nuk votojnë, nuk janë në salë, nuk e votojnë presidentin. Dhe se votojnë sepse na nuk kemi pas dëshirë që ata me votu presidentin. E kuptoj. Kjo. Haliti, faleminderit shumë edhe njerë që ishe pjesë e mëzditës sot. Faleminderit shumë, zotëri Ishte Haliti.